aksioneve të kumbullimit të lashtave dhe aksionet e tjera që ndërmireshin. Një kryesor që mirëshin me drejtimin dhe kryerjen e këtyre detyrave ishin Bardhyli, Tushi, Dëmbërashi dhe shumë qata. Si sot, si para 100 vjetësh, vazhdon betejë për shkollën shqipe. Kjo shtëpi shkollë, falë të Zotit të shtëpis, u mbush me nxënëse, me arsimtar e arsimtare. Deri më 1 shkurt të vitit 1992, as kujt nuk I shkon të ndërmend se shkolla shqipe do të sulmohej deri në kufij tragjik. Rreziku se do të humbej ky vit shkollor për 450.000 nxënës në Kosovë, I shtyri forcat progresive, pleqësinë e arsimit të Republikës Kosovës, shoqatën e arsimtarëve në infrashëri, partitë politike dhe veprimtarët e pavarur që të marrin vendim për organizimin e arsimit shqiptar në shtëpitë private. Ky guxim I popullit tonë për të mbrojtur shkollën shqipe nga okupatori serbo-malazias do të hyjë në historinë e arsimit shqiptar si mrekullia më dhëmshme në sytë e Evropës në 92. Një shkurt I vitit 1992, për shkollat shqipe në Kosovë shënon nismën e vështirë, por të sigurt, për dritë e dituri, për liri dhe pavarësi. Të gjithat që duke u betuar, të lidhin besën për shpëtim, prej lufteve që I largohet që është I lindur, travatar, kush është burë nuk frigohet, por vdesi një dëshmor. La, 3. Tre flamurit tonë të bashkuar, me një dëshire, një qëllim, të gjithat që duke u betuar, të lidhim besën për shpëtim, prej lufteve që I largohet që është I lindur tragëtar, kush është burë nuk frigohet, por vdes si një dëshmor, prej lufteve që I largohet që është I lindur tragëtar, kush është burë nuk frigohet, por vdes si një dëshmor. Në kuadër të politikës represive të shërbisë në Kosovës dhe shqiptarëve, fusha e arsimit është fusha e represioneve më brutale, format e represionit janë të shumta dhe ndër më të çuditshme që nga helmimi I nxënësve, I numrit të madh të nxënësve, deri te zbimi masiv I arsimtarëve, edhe prashtimi nga shkolla I mbi 6.000 arsimtarëve të shkollave të mesme, I mbi 800 arsimtarëve të universitar, e nxjerrën nga lista e pagesës e mbi 22.000 mësuesve dhe arsimtarëve të shkollave të mesme. Qëllimi I politikës sërbe lidhur me shkollën, me sa mund të kuptojmë, është pravërsisht që spari mundësisht të trajtohet mundësia e shkollimit të lartë në gjuhën shqipe, në fjalë të mbyllën fakultetet dhe shkollat e larta në gjuhën shqipe, të reduktohet maksimalisht përfshirja e nxënësve shqiptarë në shkollat të mesme dhe I tërë sistemi shkollor të manipulohet të bëhet në shërbim të politikës së shërbisë. Natyrisht që kjo politike presionet dhe manipulimit të shkollës shqipe ka hasur në rezistencë. Ky vit shkollor, do të thotë viti 1991-92, nuk pat mundësi të filloj me kohë. Dëshira e shërbisë ishte që përafërsisht këtë vit të humbë mundësisht të gjithë nxënësve shqiptarë që një dënim për guximin që kanë pasur të ngrisin zërin e protestës kundër politikës së shërbisë ndaj shkollave shqipe, e mandej duke shpresuar se në fillim të vitit tjetër nxënësët shqiptarë dhe arsimtarët kuptohet shqiptarë përgjithsisht të jenë të detyruar të pranojnë cilët do prej kurseve që Serbia e parashtron. Në sens për kjo politikë dhe kjo dëshirë e Serbisë ka dështuar,
dy faktorë kujtoj që kanë ndikuar kryesisht presioni i opinionit botëror, i cili vërtet nuk mund të kuptojë edhe nuk mund të fajtohet me këtë politikë të represionit në shkollës shqipe, dhe e dyta edhe që më duket që është faktori kryesor, rezistenca e nxënësve, arsimtarëve dhe prindërve shqiptar, të cilët përkundër presionit dhe përkundër pushtimit të shkollave nga organet kurtuese serbe, kanë filluar vitin shkollor në banesa private, jashtë shkollave, edhe kjo është një prej formave më aktive e më madhështore të rezistencës dhe një prej sfidave kryesore që i bëhet pushtetit okupues serb. Kjo e dyta veçanërisht Serbinë ka shqetësuar shumë, sepse faktikisht në qoftë se arsimtarët shqiptar pranojnë të punojnë edhe për pa pagesë, edhe në qoftë se nxënësit pranojnë të vijojnë shkollën edhe jashtë lokaleve shkollore në për shtëpi private, kjo do të thotë se shkolla shqipe del plotësisht prej sistemit të Serbisë, edhe Serbia është e pamundur, jo vetëm që nuk mund të kuptohet më pretendimi i Serbisë se çfarë shqiptarë do vojtojnë shkollën, por edhe për faktin tjetër që shkolla i del dorës së Serbisë dhe përkundër presionit të saj kjo mbahet. Për këtë arsye, më duket që Serbia është duke kërkuar do forma do modalitete të zgjidhjes, të problemit, zgjidhje që do të ishte një lëshim, një koncesion i vogël që do t'i bëhen shkollës së shqipe, e nga ana tjetër do të rrunte në formën tojza ftyrën për pushtetin e Serbisë. Natyrisht që koncesioni i vogël këtu nuk është i mjaftueshëm, natyrisht që shqiptarët mund të pajtohen me koncesione të vogla, dhe natyrisht që shqiptarët si të tregojnë edhe si të kërkojnë punën ditët e sotme, do të vazhdojnë shkollën qoftë edhe këto kushte, përderisa të fitohet e drejtë atyre parapartë për të shkolluar si kushtet të gjithë tjerë në Kosovë, kudo këto vite. Populli arsimdashës i Kosovës i tregoi Serbisë së militarizuar dhe botës paqdashëse se shqiptarët dinë ta mbrojnë shkollën e tyre, tërsinë e shkronjave, buzëqeshjen e fëmijëve, Republikën e shkencave dhe të arteve me tërë qenjen e vet. Mbi 60.000 nxënës të shkollave të mesme dhe 6.000 profesor të përkrahur nga populli arritën të organizohen nëpër shtëpitë private për ta vazhduar mësimin. Martirizimin e arsimit të Kosovës na e diktuan rrethanat në të cilat ndodhemi. Sa çelëm shelsyt, në Republikën e Kosovës 8.100 shtëpi u shndruan në shkolla. Kjo mrekulli e shqiptarëve për shkollën kombëtare bën me dije se okupatori serb në Kosovë nuk ka vend, as nuk mund të ketë vend. Dhe tjena ka punojna, është interesimi mjaft i madh. Nuk mungojnë, është vërtet se nuk ka mungesë në tonësa, dikun ne në klasë jemi 27. Në klasë, ndërsa sot kanë ardhur mëse 22 zonës. Që ato të thotë, kanë mungu vetëm 5 zonës, që është sukses, i madh, dhe është interesimi mjaft i madh për mësim. Mjaft i madh për mësim. Prandaj, në këto kushte, cilat po shiten janë me vërtet kushte të vështira, janë kushte gjendjes luftës. Prandaj ne patjetër duhet që përshtatemi këtyre kushteve, të mësojmë, të japim secili edhe të grimcen atomin e fundit që vetëm përparojnë të thëmë humanitar mjaft i madh, cilën e ka lëshu objektin në mënyrë borërore, në mënyrë shtu humanitare, që ka është me të vërtetë falenderojmë edhe kemi falenderuar më parë, falenderojmë edhe tash, edhe kur nuk do të harrojmë për këtë mirë, sepse me të vërtetë e ka shndruar shtëpinë vet në nevatër ditorisë, në një fatë keq për përjetoj. Prandaj ne së nxënës të mbetet tjetër vetëm të jemi unik, të mësojmë në të gjitha aspektet, që ka është më primore në sim dhe se vërë vetëm. Pa morë parasysh, as nuk mund të në prekukoj situata, as kushtet e vështira, se më të vërtetë gjitha jemi shumë. Prandaj, i lutem, dhej, më të vërtetë edhe njerë po thëmë se edhe në këtë stokë nuk bënd gjënjezomi para këtu. As para okupusë të sërë që më të vërtetë. Në të gjitha mënyrat është të në detyrusja ne të ndërprejnësi. Në rrugën e lirisë të pavarësisë
s'ka pranë që nuk thyret. Hapja shkollave shqipe në Kosovë, nxitri ekspedita ndëshkuese si në Uç dhe në qytetet tjera, por Kosova me urti i bëri ballë armiqësisë serbe. Shkollat shqipe u krijuan në luftë dhe po rritën në luftë. Ata që vrasin nxënës, burgosin mësues, mbyllin shkolla, prangojnë Universitetin e Prishtinës, do ta vetë vrasin vetën. Populli ynë nuk e njeh vdekjen. Vdekja e popujve në Evropë është e pamundshme. Pushtimi një populli pse kërkon liri dhe pavarësi nuk mund të quhet ndryshe pos krim mbi paqen, rendin e ri botror dhe në historinë bashkohore. Nuk ikim nga shkollat tona, nga shkronjat, nga këngët e gjuhës së zjarrit. A shkelen këto lule, a vritet kjo palc, pyesim të gjithë. Besën nga kemi dhane, besa besën e kemi dhane, për Kosovë jetën dojmë me dhane, për Kosovë jetën dojmë me dhane, ku jeni të moj lulja mere, bukuro pole qesh një here, ku jeni të moj lulja mere, bukuro pole qesh një here. Besa besën nga këmë dhane, besa besën e këmë dhane, për Kosovë jetën doj me dhane, për Kosovë jetën doj me dhane, ku jeni të moj lulja mere, bukuro pole qesh në here, ku jeni të moj lulja mere, bukuro pole qesh në here. Kjo moshë e bardhë, ky gjak i ri, që nga vitin 1981 është koautori qindra demonstratave, protestave, grevave, peticioneve, për liri, pavarësi e demokraci. Kjo moshë e bardhë, i dha çështjes së kombiton 500.000 demonstrantë, ndërgjegje të ris, që për 10 vjet e dridhen Jugoslavinë deri në palc të udhëhequr nga Sërbëmbëdhejt. Kjo moshë e rinison është pjesa më luftarake, vija e zjarrit, sepse me këtë moshë janë të ndërlidhura të gjithë shqiptarët. Thirrjes të plotësisë së arsimit të Republikës Kosovës për ta mbrojtur shkollën shqipe nga okupatori serb, shpreh unitetin dhe vullnetin e popullit për shkollat tona dhe pavarësinë kombëtare. Sulmuar në mënyrën më brutale, në veçanti pas suspendimit të Kuvendit Kosovës, Këshillit Ekzekutiv dhe organeve të tij nga okupatori serb. Ky represion i egër, të cilin nuk e njeh historia, filloi në radhë të parë me suspendimin e të gjitha organeve dhe institucioneve arsimore të Kosovës dhe vazhdoi me uzurpimin e objekteve shkollore, konfiskimin e mjeteve financiare, maltretimin fizik dhe marrjen e të ashtuqytura biseda informative të afro 7.000 arsimtarëve, nxënësve dhe prindve, dënimin e mbi 100 arsimtarëve dhe drejtorëve me nga 1 e 15 muaj burg, largimin e menjëhershëm të 6.000 arsimtarëve nga arsimi i mesëm, vrasjen e prindve të cilët vetëm se u vunë në shërbim të mbrojtjes së nxënësve dhe shkollës dhe forma tjera represive të cilat praktikisht e pamundsuan shkollimin në Kosovë. Si shkas për këtë terror dhe gjenocid të zymë, pushteti serb mori kryesisht planet dhe programet mësimore, të cilat Drejtësia e Arsimit e Republikës Kosovës me kushtet e shtetërësimit dhe të okupimit klasik i miratoi në mënyrë të pavarur me 24 gusht të vitit 1990. Kjo datë do të jetë historike për arsimin shqip në Kosovë,
sepse nga kjo ditë shkolla shqipe u sulmue me të gjitha projektilet e fundit të urrëties serbe ndaj shqiptarëve. Mirë po arsimtarët, nxënësit dhe prindet i mbrojtën dhe i përkrahën këto plane në mënyrë të plotë, duke mos kursye asjetin e tyre që këto të jetësohen në praktikë. Të ndodhur në këto rrethana, ne ndërtuam strategji të re për mbrojtjen e shkollës shqipe, për ta shpëtuar këtë vit shkollor dhe që shkollën shqipe për ta lëvizur në drejtim të pavarësisë të plotë të saj. Në këtë kuptim, Pleqësia e Arsimit e Republikës Kosovës në propozim të Entit Pedagogjik të Kosovës dhe në sajë të përkrahjes të gjitha asociacioneve dhe partive politike miratoi planet dhe programet mësimore për kushte të jashtëzakonshme për arsimin fillor dhe të mesme, përkatësisht plane të luftës, plane këto të cilat janë mjaft adekuate dhe janë në funksion të mbrojtjes së shkollës shqipe. Unë konsideroj se organizimi i mësimit nëpër shtëpi është një guxim dhe luftë e pa kompromis e popullatës shqiptare. Nga sheshi zemrimeve kodrën e trimave kujtoj me britma e krisma, të asaj pranverët për gjakur, të sulmuara nga gjithë anët në për tokë në për ajër për të mbytur Prishtinën, Kosovën për lirin. Më kujtohet ajo kohë, ty me djakë, se shteti që vdiq shtinte në gjitha drejtimet dhe në qytetin tonë mbytën fëmijë, Serbia vriste hapur Kosovën për të nxinë. Në qiellin luftë të vranë të zi, Prishtina në tonë të ndjakën lemri. Nuk ndahet dheu i arbrit, as sot, as nesër, as kur. Qyteti ynë, Prishtina, gjoksin do të serur. Mes plumbave, tankësave, shqiptaris ndalon britmat republikë, tokës ja shumëzon dhe në shesh Prishtinës drejt diellit ngulmon. Lëvizja studentëve dhe populli përvojtur, demonstratat shumëzojnë, se ne vetë duam t'i mbjellim të korurat, vetë duam t'i korrim të mbjellurat, se rrugët e qytetit tonë nuk pajtohen gjërë në fund këmbëve, gjërë në fund të gjakut. Prishtina, kodra e trimave, nuk shkelen me urrëtie, as me trikat për gjakura, nas një kohë e nas një traj. Ju që sulmoni popullin, shiu dhe verën, treqën dhe ajrin, vafshi në ferët malkuar, por do të vijë një ditë të mërshme, që edhe ajri, edhe mali, edhe gurët e gjithë lumej do hynë në luftë, se çdo gjë arbrore që jeton e mbjeton do shndrohet në gjamë, në kryngritje, në dallë, çfarë s'janë parë as në tragjedit më të mëdha. Kosova nuk e njeh vdekjen, ecën si burr. Kosova nuk e njeh vdekjen dhe ballin do të serrur. Në mars, në prill, na dolen helm zi, pakti Karpateve, vrasës të zi e tri. Zëri Prishtinës s'nështrohemi as pushtuar, e shtyri Evropën orën për shikuar. Nuk ndahet dheu i arbrit, as prushi prej zjarrit, pyetni nanët, tijet e barit, ato e dinë vërtetën për tokën e popullin. Milic dhe tanksa, pranga dhe helme, oficer dhe avion, spion dhe burgje, gjygje dhe qefinit, autorizuar për shqiptar, e ndjej vetën të lirë, dhe u shpall luft diktatorëve, okupatorëve, atyre që botën e shojnë e pranga dhe varre. Po, qyteti ynë ndryshon nga qytetet botërore, nga New Yorku e Zurichu, nga Stuttgarti e Magnia, se në qytetin tonë netët armiket me rojnë, por Prishtina nuk e njeh vdekjen, as pushtimin Serbi. Prishtina njeh luftën për shqirim dhe pavarësi. Amerika e Europa janë miqtanë, unë njohëm në Prishtinë, në ty me t'larë, te me na nuk bëmë, unë njohëm në demonstratë. Kosova është e menqur, edhe në festivale orësh, të rëzuarat për mbysura, po përdyn shumë zot dielli. Dritën të i burgu të thellë milizve tankësave, se vitet të mundimshme janë grushtit mërshëm për diktatore perandore. Kosova nuje të dy, të mërësisht e varfër, të mërësisht e pasur, lëviz mundimshëm e përgjakur, kryngritse, shumë plakshe, mes vëllezërve, motrave, pa të dashurit e zemrës, se në qytetin tonë njerëzit janë sulmuar, natën, ditën, në punë, në rrugë, sulmon shkollat shqipe, mielli dhe bukën. Në sofër shqiptarit mungon e fëmijët, ngjyra dhe shija e atë dheu të lirë. Një natë në Prishtinë, në kodër të trimave,
në Tavnikën Ferizaj, të mbysin ëndrat, dimrat egër, helm, zi, hartat prera, vulkane, shtetet shpërbëra, burgje dhe thika brënda një ëndre të vockën. Ecën Prishtina e brengosur, e burgosur, nën pranga në zjarmi, grushton murët e natës, edhe njermi. Bisedon me bitë vetë në ekzil dhe nazim. I thret me ma, i shanë, në këtë luftët mërsh në ufshanë. Qështë ky fati jonë, qështë ky burgizi? Dita po afron fatin ton të masi, me peshën e gjakut, me peshën e diellit, të ajrit e të korrikut. Në këtë natë shqiptari hat me gjinë, me re. Por ne jemi këtu të gjallë e të dekur, dhe erdhi koha lotët i kthej në gur, në grushta, në armë, se ky minjeri pshtyn ekranin e televizorit, natën e zezë pis, dhe turët mërësisht këtë terë të thellë, ta shkel e ta mbys. Ti që na kërsnosh me pranga, dhe tokën e kafshon, digju në flakën sterë të Karpateve, dhe haj sytë e tu. Digju në flakën që mordjet mulon, shqiptarët nuk ikin nga troje dhe të parve, se këtu jemi më pranë tokës, më pranë ajrit, mes rënjeve të gjakut, edhe si ku në çdo sekond tërmetet balcasin, smërgomi për të gjallë. Nëse duhet të vdesim, do vdesim mira herë. Nëse duhet të lindim, do lindim mira herë. Kosova, lirinë do të pastër. Dhe qenë se për kundër përpjekjeve të shpeshta që u bën, që nga shtatori që mësimi për shkollat e mesme të organizohet në objekte shkollore, por zhvillu gjithmonë, okupatori nuk e lejoj një mundësi të tillë. Interesimi i nxënësve, prindve, arsimtarëve nga dëshmëria e tyre për mësim reform ishte gjithmonë më e madhe për të mos humbur viti shkollor. Organet kompetente të arsimit të Kosovës dhe gjithë subjektet interesuara për shkollën shqipe hynë përgatitjeve që të organizohet mësimi me kushte rrethana të jashtëzakonshme, respektivisht me kushte okupimit, kur okupatori nuk lejon asnjë formë të eventarisë së jetës. Përkundër asaj arsimi po ecën. Prandaj presia e arsimit Kosovës e hartoi planin e punës në këto rrethana, në bazë të cilit ne bëm përgatitjet që të zhvillohet mësimi në objekte private, në shtëpi private. Dhe ne u organizuam masisoj, duke shfrytzuar edhe gatishmërinë e arsimtarëve që punojnë në këto rrethana pa asnjë kusht elementar tjetër, që në ciklin e parë që zhvilloi milionët e arsimit përgjithshëm, me orar të shkurtuar dhe me fond të orëve dhe në program pashtu të reduktuar, por duke ruajtur pagun minimal të njohurisë, në mënyrë që këta nxënës mos kenë pengesat në shkollimin e arshëm të tyre. Kjo është java e 4 që punon. Fundi i javës 4, në bazë të analizës që bëhet në çdo javë nga ana e Këshillit Pedagogjik ose Këshillit Arsimtarëve, me ca përjashtime ku kemë edhe mangësie, vështirësie, në përgjithësi është pase edhe kjo formë e mësimit ka rezultate të veta dhe e vlen barra qerana për mundin që bëjnë dhe japin edhe në si të arsimtar, po këtu është janë edhe të qytetarët të sëmishtë, prindrit tanë që oftojnë ato lokale që kanë përmenim të shumë të rëndëve në shkollë. Është dëshira dhe më të kopë, që në një mënyrë për bindën time të regon edhe atë jashtësim në rrojt e ti dëshirës për arsimin dhe kulturë, jo si që disa e përshkujnë se imitojnë aktorin e tjera, kështu që Shkollore vojnike, dy zemra u deshëm dikur, por si se kam më ike, në zemër më mure një gur, në banga shkollore vojnike, dy zemra u deshëm dikur,
Dite nga më ike, në zemër më bure një gur. Undam në esirë, ku jeta ndarje s'ka, e zemra jam t'u mirë, zemrës nuk i tha. Undam në esirë, por jeta ndarje s'ka, zemra jam t'u mirë, zemrës nuk i tha. Dashuria e ruar nuk harohet, dëgjoje këtë fjalë që trondi, se mali me mal nuk bashkohet, kër zemra takohet një ditë. Dashuria e ruar nuk harohet, dëgjoje këtë fjalë që trondi, se mali me mal nuk bashkohet, e zemra takohet një ditë. Undam në esirë, po jeta ndarje s'ka, zemra jam t'u mirë, zemrës nuk i tha. Undam në esirë, po jeta ndarje s'ka, zemra jam t'u mirë, zemrës nuk i tha. Ky maturizimi i shkollës tonë, arsimin tonë, edhe në këto rrethana shtëpie përpara, sepse 8100 shtëpi që u bën shkollë janë një mrekulli e popullit tonë për ta përcyer këtë dimër të vështirë në rrugën e lirisë e të pavarësisë. Në këtë tokë e në këtë popull, secili ka biografinë e vet. Do të vinë një kohë kur do t'i mëson biografitë të rinjve shqiptar, që do të bëhen mësues, mjek, inxhinier, ndërtimtar e shkrimtar. Do të vinë një kohë e do të flitet se të gjithë këta të rinj, mësimet i para i zunë në shkollën fillore Avni Rustemi, të mesmet i kryen në shkollën Skënderbeu e fakultetet në Tiranë e Prishtinë. Në këtë popull secili ka biografinë e vet. Dhe do të vinë një kohë ku të flitet për të gjithë veç e veç, si për rrezet e dritës që krijojnë diellin. Shqiptarët janë popull me rënë në troje të veta dhe nuk ka rëmik që mund të na zgjesojnë nga këto troje. Ne jemi popull i moqëm ndër më të moqëmit në këtë hapësirë, dhe nuk do të ndodhë kur të zgjesohemi si Sumerët, Prantiklit dhe Eufratit, sepse ne jemi popull që eci në këmbë duke i bërë sfidë vdekjes. Ibrit ju kthye emri i vërtet lumi i bardhë. Arkeologu do të tregojnë një ditë se shqiptarët e Kosovës e nxorën nga nën toka e thellë gjëmën e antikës, lurin e këngëve dhe të lirisë. Ajo gjëmë vazhdon të jetë kushtrim edhe në trojet tona, duke zgjuar nga gjumi Evropën e viteve 90-ta. Edhe Evropa e ka biografinë e vet. Ajo sot po ndërton një qati të përbashkët për të gjithë evropianët me trung e kokë e këmbë, por natyrisht pa elemente të kurqet. Në shtëpinë shkollë të Mehmet Alijajt, në një lagje të Prishtinës, mësimet i ndjekin 13 paralele në ndrimin e parë dhe 13 paralele në ndrimin e dytë të gjimnazit Ivo Lollaribar. Afro 1200 nxënës të gjimnazit, kësaj shtëpie shkollë japin gjyrë të kohës sonë, për mbajtje të re. Kjo dhomë e këpucëve është intime për të gjithë nxënësit. Secila paralele bën jetën e vet. Vullneti për shkollë i bëri këta nxënës të urtë, të disiplinuar, të zellshëm. Arsimtarët e kësaj shkolle në thanë se mësimi po zhvillohet normalisht dhe betejë për shkollën shqipe u fitua burrërisht. Gjatë xhirimit të këtij filmi ne regjistruam një mini orë letrare në shtëpinë shkollë nga nxënësit të ndrimit të parë. Andaj ta përcjellim për disa çaste. Shqipëria ron e lirë fushave të lakë të historisë, e sheshëve të Tiranës,
sa balona për zatin me shkatris. Ujtë të barë të albulenës, murmurim në lahtari, vajzat furta të Tiranës, prush nga zemra për Shqipëri. Në shesh Tiranës të Shqipëris, fol dhe linat fjallë që di, gjak i arbit është Kosova, qësht e bukur është Shqipëri. Pjeshkët e nemurat i ndryshojmë, gur më gur t'i bashkojmë, mes flamurit jemi një të gjithë shqiptarët për Shqipëri. Gjohu edhe një herë, oj plake fuqis tate. Usyri i të shej gjithë shka, që bënd mundur të vdes, pa mëshirën e Zotit. Meri të gjithë ata që janë ndërojnë orën motit, tek ata kur dritë mos u pas, kur lule mos u qej, kur bari mos mbit, kur djeli mos mëzet, tek ata që vatrat pikin, kur mos u ndëgjosh zë njeri. Kemi mëm, skërkoj mëm, shira hel me shgjenda tënë, një balot që ha e pok do dërmuar e shtrirë për tokë. Të mo që jemi në troje tona me murnaja me hona, se atë zeush nën baba, ndahe djeli vëlla me vla. Nga Prizreni në Prishtin 100 vjetë kërkojmë lirin. Në burg, të shtypur, të vranë qeli, fol Europë, presim drejtësi. Ne shqiptarët si jem jetim, në vastra tona kërkojmë gëzim. Vjersha tona s'ka na qash, bomba dvot klan këmish të zjarë. Për basja rastës shkile Tiria, shkile Kosova se do Serbia. Druan e armi qurti son, liris falim, liris mërgojmë. Fol një kombe të Europës, shtypja pjell vetëm rënim. Ne shqiptarët duam liri, populli urë duran sklavri. Vështirë qenë ka të jetosh gjdo herë me smerit e terit, me shpresë për një të ardhme më të mirë. Për t'i përshkruar të qëta tortura që ka përballuar populli shqiptar, duhet penda një mjeshti të vërtet. Më kujtohen ato ditën nxehtë të marse. Ishte 8 mars 1989, ora 16:45, ku disa krisma të forta në derë na zgjuan nga mendimet. Babi i modisur, por jo aq shumë nga puna, sa ishte i modisur nga ato skena rënqese që i përballonte me minatorët në zgatell, kishte ra për të tjetër. 3 njerëz me padurime kërkonin atë. Babi u zgjua, mori pallton dhe doli me taksi stanatërën për një vizitë të shkurtër. U bë ora 20 e nga babi asnjë lajm. Mbetëm në ankth. Motra e vëllau qanin me zë, e kërkonin babin. Nëna vetëm sillej në përdhoma. Mirë pa ajo qëndronte, edhe neve na jep të kura ajo. Kështu kaluan 2 muaj, në pritje, ankth, e durim, pa ditur të paktën se ku gjendej babi. Kur pa prit mas një lajm trishtues, dhe gjyshja. Tani në fytyrën e nënës vërejta që pika të lotëve janë bushën fytyrën. E kuptoja se ajo e kishte shumë vështirë, e në disa raste nuk mund të përmbahej. Të nesërën kuptuam se babi gjende në burgun famkesh të Prishtinës. Me djele shuan që të vente të avaros të gjyshën. Ishëm në fshat duke pritur, kur ja erdhe. E tëra fillova të dridhesha. Tani të mbretërante një atmosferë pikullimi e vajtimi. Në fillim, babi ishte i fort, por kur doli nga dhoma ku gjende i gjyshja, i kishte nduruar pamja fytyrës dhe për çudi 2 pika loqi rrëfshite nga faqet. Pas 2 dite, prap shkoj në atë vend të mallkuar, i cili si duke ishte vetëm për shqiptar, e i cili kishte të marrë derën e hyrjes e të vogël atë të daljes. Muajt kalonin e pikullimi çdo herë më shumë shtohej në zemrat tona. Çdo ditë rritej numri të përgosur politik shqiptar, e ne në zemër mbarim një shpresë për një ditë më të mirë. Tani filluan edhe vizitat që zgjatin 1 deri në 2 minuta, të cilat mbaheshin çdo 15 ditë. Çdo herë pas vizitës, ishim më të mërzitur e me shpresa më të humbura. Në shtator, vëllau rrëzua nga ora publike që gjendet në Korez dhe i theu 2 duar, por për fat shpëtoi. Tani kishim të qartë se do këqijat na ndiqnin hap pas hapi. Mbetëm në lutje për ndonjë ditë më të mirë, si për neve ashtu dhe për mbar Kosovën e shqiptarët e robëruar. Në tetor pa pritur u hap dera e hyrjes. Nuk dija isha në ëndër apo në realitet, por në derë shihej babi. Si burimi pa shtershëm rënë lotët e gëzimit.
Askush mund ta vlerësonte realitetin. Kështu më kujtua ajo fjala që thonte Ismail Qemali. Popujt e vetë që dalin nga gjuhët e tragjedive të mëdha. 10 vite për liri po vritet kjo rini. Por qofti shenjë qumshte në nave Shqipe, nga se vetëm gjiri i tyre jep zemër e fuqi. E të durojnë vëllezër, nga se durimi nuk është dobësi, por vetë leje antik që i takon gjithmonë kombit tonë të lashtë shqiptar. Andaj të qëndrojmë, nga znimin e kemi përpara. Helmimet e fëmijëve shqiptar, tragjedi kombëtare. Pëmbushen gati 2 vite që prej se na helmuan shokët dhe shoqet tona, na helmuan motrat dhe vëllezërit tanë, na helmuan e na sakatosën neve të rinjve shqiptar. O vullnet i papyeshëm i së shtrenjtë liri, o shpresë e pamboshtur ndër shekuj e epoka, o tokë, o qiell, o Zot, apo më ndëgjon më rehej, apo më ke harruar të ekzistuar i fare. O nëna ime fatkeqe, o nëna ime shkelur dhe shtypur, o nëna ime gjoj, o nën Kosovë. Pa ngrit njëherë kokën i shikoj gjithë ta njerëz që janë qua në këmbë. Pa ngrit njëherë atë kokën tënde dhe shikoj gjithë të male që kanë ngritur kreshtat e tyre lartë me lartë, së dëshira për lirinë nuk vdes kur, sa kanë pare, sa kanë hjekur këto troje tona gjatë këtyre 10 viteve. Pa nuk mjaftuan ushtarët shqiptar të vrarë në APJ, pa nuk mjaftuan djemt dhe vajzat tona të vrarë, por tash edhe helmimi të fëmijëve shqiptar. Helmimet e fëmijëve shqiptar, tragjedi kombëtare. Kudo shtrëngime, kokëdhëmbje, alivanosje në fëmijët shqiptar. Helmim dhe vetëm helmim. Populli shqiptar me duri dhe shpresë do të ngallnjë një fitore të madhe. Ne shqiptarëve të Kosovës, me gjakun që na përvlon këtu. Kush është fajtor në këtë tokë të përgjakur dhe merr guximin ta shkel buzëqeshjen e moshës së bardhë? Kush është fajtor në këtë tokë të përgjakur dhe mbyll Homerin e burg? Janë sërbomdhejt ata që sulmojnë me fundin e urrejtjeve tërë një popull. Nuk vritet një popull pse jeton e mbijeton. Edhe urrejtja sërbe me shqiptarët e ka fundin e vet. Dita është afër për Kosovën e lirë e pavarur. Këtë ditë e presim të gjithë. Kjo ditë po ofron me tërë mrekullinë e vet. I vullnoj mitësh e apetitësh serbomdha u përpoqen të minojnë të gjitha burimet e dritës. Shen save në nxërën për të përgjumur edhe me sytë plot dhe u përplas dritarëve të shkollave tona. Hije njerëzit me errësirën e trurit tyre i zgjatën duart dhe zhduken tinëzisht skulpturat para Universitetit Kosovës. Shumëzojnë zëvshëm cirilikat e tyre me cilat nuk arritën kur të mbulojnë as tokën e as qiellin e këtyre trojeve. Këta hije njerëz, edhe në uqë të istogut i dualin kolonës e nxënësve që të ndalin e nuk e ndalin. E gjuan me automatik shkollën e nuk e vrandet. U përpoqen t'i vrasin kështu edhe 36 shkronjat e gjuhës sonë të bukur dhe nuk e arritën. Vranë vetëm 3 shqiptar, drita e shpirtit e të cilve u avërbëj sytë vrazve dhe e praroj me shkelësi dashurinë e madhe të popullit, i cili sa herë lyp nevoja shtëpitë e veta sa ora i bën shkolla, e brezat i mbush me dritë. Këta nxënës, e kjo rini është ndetshme. Do të shembin urrejtjen e akullnajës karpatiane dhe 36 shkronjat e gjuhës shqipe, ashtu si që njerëzit bartin emrin e vetë, do t'i bartin e për gjitha lagjet e qyteteve dhe katundeve të Kosovës, për të ngritur kudo qerdhët e ditorisë. Edhe kjo bjeshke madhe e dhunës që u përplas mbi shkollat shqipe në Kosovë, u shem nga ideali i lartë dhe shpirti i sakrificës e një populli, i cili ndonjëherë mundet pa bukë, po nuk mundet pa shkollë. Shkolla shqipe do të jetojë gjithnjë në Kosovën shqiptare. Gjende njështë. Arsyeet për të cilat këta nxënës dhe njerëz janë të njohura, për shkak se janë të rrezikuar nga pushteti okupues. Këta prej gjithsej 12 prej këtyre
do me thënë një pjesë e tyre janë në vendit tonë, do me thënë 4, të cilët për shkak të sfidës qytetarë për ushtrim nuk guxojnë të vazhdojnë në mësimin në mënyrë të rregullt. Mungesa atyre hetohet mjaftëm, mirë po shpresojmë se së shpejti shokët tonë do të na bashkangjiten dhe të vazhdojmë mësimin e rregullt si kemi vazhduar dhe më përpara. Pra, shpresojmë se me vazhdimin e mësimit do të kemi edhe Kosovën e lirë sovrane, do me thënë në këtë mënyrë të gjithë të vazhdojmë mësimin dhe të jemi së bashku dhe të ta kryejmë këtë vit shkollor mjaft të vështirë. Treta, Milujev. E mbaj gjitha orë. Mirë. Edhe e treta Milujev. Gjitha orë jam bërë. Shkojmë e katërta. Tre. Gjitha e mbaj të kemi pasë. E treta e katërta gjatë. Gjitha orë jam bërë. Shtatë. Zonë e kërcimi e Këshillit të Arsimtarëve, me që një mbledh për të shëtuar raportin një orë të punës, propozoj që të bëjmë një protest. Dhe të lezoj së Bahate Ruqi në emër të Këshillit të Arsimtarëve. Protest. Nga kjo shtëpi shkollë, Këshilli i Arsimtarëve të Qamos i Vollolla Ribar njofton Qeverinë e Republikës së Kosovës dhe asociacionet ndërkombëtare se shkollat shqipe në Kosovë vazhdojnë të mbrohen edhe në këtë formë të rezistencës. Lufta jonë tani për tani është drejtuar që në këto rrethana ta zhvillojmë mësimin, sepse kështu çojmë në vend porosinë e madhe të naimit për gjuhën e zjarrit. Shkollat shqipe në Kosovë u lindën në luftë dhe forritën në luftë. Në këtë betejë të vështirë e komplekse do të fitojmë ne, nxënësit tanë, populli arsimdashës i Kosovës. Arsimtarët e Qamos i Vollolla Ribar jeni në mbrojtje të shkollës shqipe deri në fund të këmbëve, deri në fund të gjakut. Rroft shkolla shqipe, rroft Republika e Kosovës, shtet sovran dhe i pavarur. Prishtinë 24 shkurt 1992. Këshilli i Arsimtarëve të Qamos i Vollolla Ribar. Si sot, si para 100 vjetësh, vazhdon betejë për shkollën shqipe. Sa ndëgjova apelin e qeverisë të Republikës Kosovës se ishte për ta ndjetë mësimin me çdo kusht. Atëherë ty e ditë rrethonat dhe kushtet se ishte një rrethona të vështira, në fakt që më qërbu që kjo shtëpia dhe bisedova me vllazën e me familjen dhe ata kanë veç ka mundësi të përgjigjem një apelit kësaj i cili është qëllimi i arsimit dhe marrë një metod dhe një këmbë është arsimi. Ato rrethona kanë ndikuar se unë është paskëvueshme sjelljet e tyre kur i shoh që të bëhen dhe i talë arsimzanës një ndrojnë. Edhe kur dalë një shohën e krejtë e buëm, a nuk mundesh me ndigjuar një zoja, një zoja, një sjellje, qash sjellje pje, për asë sigurisht veç atë rrethona e kanë ose është e pa mundur një numër qas i madhe, njëri një, mos mo një shtyq, shmo thonë një zhurëm, ma hi kur hi më anë edhe kur dalin, me siguri ma pas, edhe kur dalin që ata nxanë spesh kësaj shtëpije, se unë pashkëm të nëtuar me e thonë familjes si ta detyroj dikon të maj pas të tim, kur këta me vëllë më kanë thonë që jo, por edhe s'kje shka manë, se me siguri mundet ma pas të është për dalin se sa të tim. Unë, sa i përtet për mua, unë shoh një shajje të mira edhe besoj që jam shumë optimist që jem afër fitores se me kuptu edhe fëmija, edhe nëzonësi, edhe atë rëndësine që ka dënë okupatori, se sigurisht ty ka pas e lloj dezinformata që kanë dashur me ndikuan në këtë jo dhe ta shkatrojnë shpinë, jo dhe ta a kur i shohën atë është e pas pjegueshme dhe të shira e ime kishë më qenë fytyrja sa me shpejt, por sigurisht edhe dhe shpejt të marë këmë ndije se ju këmë adaptu kësajna dhe njët në bërën të me këmë s'ka shohën e me sigurit shtirë dhe të adaptërëm asaj pak i premise me të vërtet
është pasuri e madhe për e shërë në dorën të në rini kashë përparimtare, se lësaj të janë në këtë Jugoslavin, po asë në bërë që ka që së rini e përparimtare me kuptuar. Realitetin e shpaljerit. Edhe me siguri ka me pas vështërsina kur ndohëm në shtetit. Populli i drejtë është kalar, nuk ngatrohet në përstim, toke bukës jashkele, jetë kushtrimin e mbron lirin. Po si barit, po si lisat, ruan shqetësimin zemri mirë, a i nga rënjët në tjerë kalirin, populli drejtë burë me ftyrë. Tokës e dashur të Kosovës, gëzon pranverën më të mirë, në syta carit, balë kurtunave, a i punon e s'kërkon mëshirë. Toke ashtë për tokë me qika, burat fjales në nëzyrë, qeshu Kosovë, rritu Kosovë, populli drejtë burë me ftyrë. Shpallja pavarësisë së Kosovës më 2 korrik dhe fitoria kushtetutës të Republikës së Kosovës më 7 shtator janë zori bojën Serbisë etur për luftë dhe pushtime. Pas okupimit me dhunë të Kuvendit Kosovës, Këshillit Ekzekutiv dhe mjetëve të informacionit në gjuhën shqipe, Serbomdhejt e qartur u gëzuan aq shumë sa pushtimin nga koka e quajtën fitore të serbizmit, duke menduar se këtu e këtej shqiptarët do të nënshtrohen e do të mendojnë sipas hireve dhe ligjeve të okupatorit. Mirë po, populli bën mrekulli, sa qele mbyll syt, Kosova jo që s'përfill okupatorin, por krijoi strategji të tillë të rezistencës që do të na kishin lakmi edhe popujt më të qytetëruar. Prisi shpirtëror i shqiptarëve, doktor Ibrahim Rugova, me urtin, kulturën dhe nervin politik, ka përceu me popullin e përperin e gjehnemit, si tragedian që s'do të shkruaj tragedin. Ky burr i urtë dhe tatim, që nga vitin 1989, me tërë një popull lëviz mes dramës e tragedis, mes luftës dhe paqes, duke kërkuar si Diogjeni miqt e së vërtetës dhe të lirisë. I ndodhur në këto rrethana, populli shqiptar i tregon botës se liria dhe paqja në Kosovë janë shkelur,
Serbia me kot përpiqet na mohoj. Nuk jemi popull prej argjini. Kosova nuk heq do dorë nga liria. Këtë ja kemi thënë Serbis dhe këtë e përsërisim. Me helbimin e nxënësve më 1990, dhëmbje e Kosovës u bë dhëmbje Evropës, dhëmbje Amerikës, dhëmbje Senatit të saj, dhëmbje e të gjithë miqve ta në botë. Kjo moshë e barë është fushë më kuqe e flamurit. Me gjakun e kësaj moshe flamuri ju mbulon troje tona dhe vazhdon të rrezatoj me përjetësinë e vetë. Brenda kësaj moshe, brenda këtyre buzëqeshjeve, shumëzohet palca e zjarrit e arbërit, palca e rinisë së Kosovës. Me këta nxënës kënduan, u rritën, kjo moshë lirinë do të tërë. Në filmin tonë keni jetuar se në çdo paralele shihet numri më i madh i vajzave. Përgjigjen e dim të gjithë. Djaleria e kësaj moshe ndiqet, vritet në përkazermat APJ-s, në fushbeteja të luftës. Djalerinë e kësaj moshe në e mori egzodi dhëmbjes, mërgimi. Sipas shënimeve të Institutit për Lëvizje Demografike që u prezantua në fillim të vitit 1991 në Düsseldorf, sot në Evropë ndodhen mbi 180.000 shqiptarë të moshës 18 e 25 vjeçare. Kjo shifër nqjerëse tragjike është ushtria dhëmshme e popullit tonë. Rrethanat në cilat jeton ky lum i madh i të rive shqiptar janë të ndryshme dhe të rënda. Thirrjet për ushtri apo thirrjet për nevar janë drame kësaj moshe. Për liri, pavarësi e demokraci. A do të kalojmë këtë ujë të thellë? A do të kthehen fëmijët tanë në Kosovë? Pyesim të gjithë e presim të gjithë. Derisa profesori nga lënda e filozofisë shpjegon as e bardhë, as e zezë, as e ëmbël, as e njelët, mua mendimet me fluturojnë në përgjithë Kosovën, në përgjithë Evropë. Më të dhëmshme. Shpesh, gjatë shpjegimit hetoj lotët e tij të kthyer në gurë, në grushta, në protest që me vështërsi e mbulon. Për ta shkelur këtë mundim para nesh, mësuesi ynë krijon intermezzo duke treguar ndonjë barcolet për ta kapërcyer ankthën dhe tërmetin e udhëtisë që se izmon. Kushtet në cilat zhvillohet mësimi në shtëpitë private, për rrethanat e luftës sonë, nuk janë as të këqija. Por kur më kujtohet okupacioni në shkolla, në muret e tyre, në orën ditë, në djersën e popullit tonë, bëm si çmendur dhe padashje e kujtoj recitalin e malsorit. O, si nuk e kam një grusht të fort, ti bi mu në zemër malit që zbëzan, ta di edhe ai se çdo me thani dobët, në agonit për dridhët si vigami vranë. Për shkak të kohës në cilën ndodhemi, ndërsa prapa saj kam shprehur librin i cili është në mënyrë simbolike, libri i cili është në zinxhir dhe në afërsitë të kësaj ndodhet Chelsea. Pra ne të gjithë këto i kemi afër, vetëm duhet ta kthejmë kokën dhe si gjejmë. Pra nesh ndodhen që gjitha të mira. Praktikisht simbolika ka qenë ajo e cila ndoshta rëndësisht në një mënyrë më shkret shumë. Na thotë si motivë. Më shumë ka motivuar që punim të punoj për shkak se e një sëpolje e din që është një trevi cili ka nevojë të gjendet në histori dhe jam munduar që ta paraqes si tem, pra edhe ashtu si edhe ka qenë. Shumë bukur. Po shoh që keni laramanit të ngjyrave shumë bukur, e keni një ndjeshmëri të ngjyrave.
Pikërisht, çka ka inspiruar ndoshta me dhanë gjitha këto ngjyra? Nga mundu që tjetë sa më i bukur punimi edhe që ta paraqes sa më praktikisht shitet një freskim punim. Vjershat në burg, Kosova e mençur, ujrat e çmendura, martirët para gjyqit, mos ma vrani babani, vëllai në luft, atentat mbi lule, kthehuni mërgjimtar, nënat ju thrasin, grevat në ajri dhe helmi, korba dhe mjalti, lulet e basmës, festivali tangsave, teatri gjehnemi, mos shtëni në bukë. Janë vetëm disa nga motivet tronditse që e preokupon këtë mosh, prushe flak të rinisë Kosovës. Si sot, si para 100 vjetësh, vazhdon betejë për shkollën shqipe, për shkronja të gjuhës së zjarrit. Sulmet mbi Universitetin e Prishtinës nga Serbia vazhdojnë të jenë të ashpra, të egra, barbare. Kjo vatër e diturisë e arsimit të lartë në Kosovë u mbyll nga Papovici dhe Papovic të Beogradit. Skenari lugetërve për lugetëri mbi Universitetin e Prishtinës shpreh hapur krimin e organizuar në arsimin shqiptar në Kosovë. Të ndodhur në këto rrethana, shoqata arsimtarëve universitar vendosi që edhe universiteti të filloj punën në për shtëpitë shkollë. Kjo lëvizje e menduar në këtë kohë të vështirë e të rëndë, Universitetin e Prishtinës e shndron në burr të paqes e të lirisë, në burr të luftës e të pavarësisë. Ata që mendojnë se mund ta mbyllin Universitetin e Prishtinës, do të vijë një kohë që do t'i hanë sytë e vet. Okupacioni mbi shkollat shqipe dhe Universitetin e Prishtinës është dhe mbetet faqja më e errët e një pushteti që po jep shpirt. Autorët e memorandumit serbian për lugetëri mbi Universitetin e Prishtinës do të dështojnë. Kjo ditë është afër. Mbi 3 milion shqiptarë në Republikën e Kosovës janë këtu, në tokën e të parëve, dhe askush nuk mendon të mërgohet nga liria, pavarësia dhe demokracia. Urtia shqiptare ditësh ndrohet në luftë dhe në fitore, por shqiptarët në këto çast televizin mendueshëm drejt lirisë dhe pavarësisë. Organizimi i mësimit në shtëpitë universitet është edhe një fitore mbi okupatorin dhe lugetërinë e tij. Universiteti gjithmonë është quajtur serve e separatizmit e serve e irredentizmit shqiptarëve, edhe kjo i ka rënë sy gjithmonë, edhe qëllimi i tyre ka qenë për ta mbyllur universitetin, se do të mendonin se me këtë do të ndërprehet arsimit. Edhe si po shihet nuk arritën, ne vetëm e konsiderojmë si jemi student rregull, e konsiderojmë si jemi student të universitetit legjitim, e kur do tjetë të tashuajnë vetëm paralel, universitet paralel, mirë po ne kemi rektorin tonë, e kemi gjitha institucionet tonë, e llogaritëm qeverin tonë e pranojmë, edhe kjo është. E vetë një mënyrë me të cilën na dalëm para botës. Skuzon për kusht të prezentohet një botë si student apo si rektor i një pjesës në të cilën jetojnë mëse 95% shqiptarë, e të cilët një rektor jo legjitim i universitetit. Rektori vetëm është e jurshkatorit. Me siguri fryti jonë më i madh ka qenë me hapjen e universitetit, edhe nisëm kur ta kish në dorë nuk do të bëj shumë ta mbrojmë ata. Ne do të bëjmë çmos që ta mbrojmë universitetin, edhe populli po bën çmos për ta mbrojtur. Vullneti i popullit, vullneti i studentëve, vullneti i arsimtarëve të juaj është se po në shkrimin e një pikë. Po, dihet se populli është në gjendje të bëjë gjithçka për të arsimuar fëmijët e vet. Edhe do të bëj çmos. Nuk është zgjidhje që kanë edhe kolegë tjerë për të vazhduar studimet të jashtë. Senati jo që nuk e pranon, është një arsye që nuk e pranon okupatorë, nuk e pranon organet e legjitime, mirë po luftë më e madhe duhet të bëhet këtu. Duhet të vazhdojmë studimet gjithsesi, pa më parasysh çfarë kushtesh. Edhe jemi të bindur, edhe jemi shumë optimistë që do të bëhet shumë mirë, edhe do të vinë ditë më të mira për ne. Qoma për ditat afalar, jam nga Prizreni. Se përket të mbajtjes të mësimit në shtëpi private, mendoj se kjo është vetë një mënyrë më e mirë, qëllja më e mirë për këtë kohë. Megjithse, siç thanë edhe kolegët e mi, kushtet janë minimale.
Mirë po do të mundohemi që edhe me angazhimin tonë, mirë po edhe me angazhimin e profesorëve tonë, që rezultatet mos të mundohen. Të vazhdojmë, pasi në kemi nërgradë të titullin, jena për në herë. Unë të përprejtë për vekë, të kisha pas dërqirë që të mësime më të ndërprejtën, se të punojnë si rëthonat, jo si kërsi kishë në fakultet, mirë po, apet më të ndërprejtën mësimi, të vazhdojnë që farë të rëthona në dirisa të shkojnë dhe në tonë. Ju profesores ka mund të atone, si po në një vetën dhe si profesori këtë situatë momentare, këtë realitet hirë, por të mrekullueshëm të shqiptarë. Po tash, çka do të kisha thënë më tepër, se që tanë kolegë studentët do të kishte më qenë tepër mirë, po që thonë çdo keqe ka të mirën e vet, edhe këto rrethona vështira në cilat gjendemi tash kanë tregu se populli din kur duhet, mundet, ju kishim falenderu shumë mas pari në emën të kolegëve të mi, arsimtarëve, bashkëpunëtorëve, njerëzve të cilët kanë liru shtëpitë e veta për të mundësu vazhdimin e mësimit. Edhe kisha me ju falenderu edhe studentëve të cilët në rrethonat e sotme vinë prapë, sepse ma mërmenja se duhet një guxim për me udhëtu se shumica studentëve nuk janë nga Prishtina, e në kushtet cilat gjendemi sot nuk është punë e lehtë për djemët të cilët studentët e vitit parë me marrë rrugë prej një qendre për me ardhë në Prishtinë, edhe ajo është për admirim, si mas mendimit tim. Kushtuat dhe që majmë mësimin është që të mos ndërpritet mësimi, që universiteti mos shkatrohet, që mos të lamë të realizojnë qëllimin përfundimtar të atyne të cilët nga kanë prunë këtë gjendje, do me thonë që të shuhet universiteti, se ai ka qenë hajlë në sy prej fillimit e pushtetit okupus. Prandaj, ne me këte po mbrojmë tempullin tonë më të shenjtë që kemi universitetin, dhe kisha apelu edhe të kolegët e mi edhe të studentët që në këtë të qëndrojmë deri në fund, pa marrë parasysh kushtet, pa marrë parasysh mod kompenzimin, ato nuk janë gjana për cilat tash është koha vitet. Dëshirë në fund që sa ma shpejt me kolegët, me studentët të takohen në Universitetin e Lirë, në Universitetin e Kosovës, në bankat tona, në klasët tona, cilën të kemi ndërtu vetë prindët tonë. Ne kemi qu dorë prej universitetit tonë, cilën ne vetë, cilën babalarët tonë thëtë e ka ndërtu me ndjesën e tyre. Ne kemi kërkuar dhe prapë të kërkojmë që ne të kthejmë në ato lokale për ku kemi mësuar deri me tani, sepse ato laboratore, gjithë ato që janë, ato do të janë tonat dhe ne kërkojmë që sa të kthejmë dhe vendin më mërmendja se është atje. Kjo shtëpi universitare, studentët e Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe Arsitekturës të Universitetit të Prishtinës. Njoftojmë të gjitha forcat progresive në Evropë dhe Amerikë që të jenë sa më pranë nesh. Me këtë dëshirojmë që ta njoftojmë botën me të vërtetën tonë, me luftën dhe okupacionin në Kosovë në urë të mençur dhe shumë plagëshe. Studentët e Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe Arsitekturës njoftojnë asociacionet ndërkombëtare që në asnjë çast nuk ndalin luftën për liri, pavarësi dhe demokraci. Pa fitoren e demokracisë në Kosovë, dhe të ishte i shenjtë ai që mund të zgjidhë problemin e Ballkanit dhe të ballkanazëve në një luftë të gjithë kundër të gjithëve. Procesi demokratike kanë filluar në Kosovë dhe shpresoj se do të zgjidhen në Kosovë. Studentët e Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe Arsitekturës, 5 mars 1992, Prishtinë. Mësimi në qendrës në këto kushte është shumë i vështirë me vërtet. Mirë po, më kemi falenderuar edhe vullnetin të mësimdhënësve, njëkohësisht edhe studentëve. Është një nivel, edhe pse është fillimi, mundemi me thënë është nivel të kënaqshëm. Studentët vinë me rregull, edhe mësimdhënësit ashtu.
Edhe pse kemi parasysh kushtet në të cilat tani gjendet si populli një, sidomos kushtet ekonomike, ne profesor shumë shtisht studentët vinë me ligjërata, një po ne i kemi mundësuar si ne kemi pas parasysh Çfarë është mendimi juaj? Edhe fakulteti jonë, në kuadër fakultetit të arkitekturës dhe industrisë, është organizuar të mbajë mësimi për shtëpi private. Edhe pse mund të themi kushtet nuk janë fare të përshtatshme, një po rrugë tjetër e jonë nuk është vetë të vazhdojë studimin në këtë mirë. Mund të themi se okupatori pra Serbia më së shumti e sulmoi arsimit e halën sy mund të themi dhe gjithashtu universitetit. Ne studentët e Universitetit të Kosovës menduam se forma e vetme është që ta ndrojmë pra shkollën shqipe, arsimi superior, sepse nuk tjetër edhe nuk kemi. Okupatori në Kosovë po i heq grahmat e fundit e ne ke përgjigj, se mu për këtë arsye gjallëm këtë formë të rezistencës, lirin e domë të pastër, demokracinë gjithashtu edhe pavarësisë. Mirë po që në prengos është më shumëte, e di fatmirë se se 200.000 të rinj gjenden në vendet evropiane, prej moshës 18 vjeçare deri në 20 vjeçare, ku ikën nga okupatori sët. Mirë po, edhe pse nuk janë në këtu, i konsiderojnë si luftëtar, bazë të silirisë, sepse janë vllazërit e motrat tona dhe nuk i falin askush. Unë besoj se do të vija e ditë, ku do të fitohet të thadë vërtet lumi i egzodit të dhëmbjes shqiptare e kjo ditë është shparë pavarësisë së Republikës së Kosovës. Me këtë rast i përshëndes nga zemra të gjitha motrat dhe vëllezërit në një gëzuar Kosova e lirë. Asje zjarri, dalga, shpërtimi shpirtëror, ti e prush vulkanit që shen dhe djeg nizor, për të drejtat e paqen, drit gjaku flamur, rini e Kosovës, zjarë e flak e gur. Qka vlera në botë s'matën do të me ty, lullen me zgjith lulleve më mirë ati. Për të drejtat e paqen, drit gjaku flamur, rini e Kosovës, zjarë e flak e gur. Në këtë shtëpi private të bukur është vendosur gjimnazi i Prishtinës. Sa për t'ju kujtuar, në të gjitha shkollat e mesme e fakultetet në Kosovë, që prej 5 vitesh nxënësve dhe studentëve shqiptar ndalohet hyrja. E si në çdo shtëpi private në Kosovë, aty mund hyjet vetëm zbardhur.
agresionin serb që filloi mbi gjithë shqiptarët dhe Kosovën, u tentuar shkatërrohet kjo shkollë me mësim gjuhën shqipe, çka do detyrohet të dalë nga objekti shkollor, por nuk u shkatroi, vazhdoi kontinuitetin e punës vet në objekte si pi quajmë shtëpi shkolla, në këtë ku jem sot. Por me emën të ri, respektivisht me emrin e kthyer që kishte në fillim Sami Frashi. Këtë vit shkollor, në fillim kanë qenë të regjistruar 1535 nxënës, po gjyqëtarët kanë përfunduar 1409 nxënës. Do thotë diferenca është e atyre nxënësve të cilët për shkaqe të ndryshme kanë shu shkollën dhe nuk e vijojnë mësimin, e këtu është numri më i madh i atyre që janë regjistruar në fillim, po mandej kanë ndruar shkollën, kanë shkuar në shkollë tjetër. Ky objekt ka 10 dhoma mësimi që shfrytëzohen si klasë mësimi. Kemi mbriti pajisje me vetë kontributin e nxënësve dhe prindve me banka. Kemi shtruar dyshemen që një mos dëmtohet paketi, edhe dyta pak për kam të nxënësve që hynë të zbathur. Pastaj drasa të zeza e premijet e tjera mësimore vetëm ndonjë improvizim dhe kompjuterin që kemi mbritë ta bëjmë para një vjeti për demonstrimin e lëndës informatikës dhe kompjuterizuar nga arsimtari, por nuk mjafton se atë vetëm mund ta shohin nxënësit atë që mësojnë në teori, si bëhet praktikisht, po jo të ushtrojnë se një kompjuter nuk mjafton për të gjithë nxënësit. Mësimi organizohet në 3 ndresa, hapësina e ngushtë e lokalit dhe mosmundësia e organizimit të daljes nxënësve në pushim na dikton një orar të densur të mësimit, si pi quajmë ashtu orë blok, profesori i një lëndë organizon 2 njësim metodike, respektivisht 2 orë mësimore brenda 60 minuta, pa dalë fare, dhe në këtë mënyrë rrim me realizu brenda 3 orëve astronomike, 6 orë mësimore, do thotë për brenda 3 orëve me realizu një ndrim. Brenda 3 ditës me realizu 3 ndresat, do thotë mësimi fillon në 8 mëngjes e përfundon në ora 18 në mbrëmje. Kem pas fat që është ofruar pronari kësaj shtëpie që në fillim vitin 1991 Mehmet Aliu e lanë disponim këtë objekt, edhe atë me një vetëdije shumë të qartë duke thënë se kjo shtëpi do të jetë shkollës derisa nuk zgjidhet problemi i shkollës shqipe, e vetë jeton në fillim me 22 antarë se bashkë me vllain jeton në një shtëpi përdhese për 4 dhombash. Mirë po sot nuk e ka atë problem të ngushtisë se një numri konsiderueshëm i antarëve të familjes të i vllai u detyruar të ikë jashtë nga represioni dhe djegjet e policisë, po ashtu edhe fëmijët e vetë disa e ka jashtë. Edhe kështu që tash një numri i antarëve të familjes të është i vogël dhe nuk ka pengesën e hapësinës së lokalit për banim. E bëm një shëtinë për këtë shkollë sa për t'ju zbuluar hapësirën. Na printe drejtori. Për të ndërtuar fushën elektrike, për të supportuar do ta krijojmë nëse në të bartim elektricitet të vazhduar. Pra nëse kemi duke bartur një
E të paqartë? Të paqartë të produktit se cili objekt dhe pjesë. Të planetin Venera, po të yjet, ku paraqitet ylli Afrodita, ylli mbrëmjes. Kushtë të përban qarkun e konceptit? Qarkun e konceptit. Qarkun e konceptit, kushtë të përban? Qarkun e konceptit shumë arë që të rrështë të individit, shumë arë që të rrështë të individit. Presja shqiptare më shumë bëjkoha në komunën e Shkupit. Qyteti i Shkupit ka vetë. Ka rreth 250.000 banor, që njerët e pas Shqipërisë është edhe qyteti i dytë për nga numri shqiptarëve. Pastaj për Shkupit është për nga numri shqiptarëve është edhe Petova, pastaj Gostivari. Mirë, e në Malëzi? Në Malëzi jetojnë për akustisë rreth 42.000 shqiptarë, që kryesisht jetojnë në komunën e Plavës së Butisë nëse 25%, pastaj në komunën e Uqinit nëse 98%, edhe në komunën e Gostivarit kështu më. Jo Gostivarit, Maxi, nëse në Zefunit. Në komunën e Tivari. Mirë, hajtë. Që ke? Cilat fjali i mësuam orën e fundit? Cilat lloje të fjalive i kemi mësuar në orën e fundit? Orën e fundit kemi mësuar për periudhën me fjali të bashkëvenditura me marrëdhënie këpujore, përqasore, kundërshtore, veçuese dhe përmbyllëse. Kush përgjigjet? Cilat ishin llojet e fjalive të bashkëvendit? Periuda me fjali të bashkëvenditura me marrëdhënie këpujore, me marrëdhënie veçuese, me marrëdhënie përmbyllëse. Pra, sot do të vazhdojmë periuda me fjali. Në ndërkohë, u kry ndrimi i parë. Dhe sërish tashti problemi i mathjes. Mirë po kjo zbathje e mathje ka anën e saj praktike, nga se tek frekuentohet nga një numër i madh nxënësish, paraqiten problemet e mirëmbajtjes dhe pastërtisë së shkollës. E kjo shkollë në habiti me rregullin dhe organizimin e saj. Gjimnazistësh boton edhe revistën e ilustruar me titull Phoenix. Ne morëm pjesë në mbledhjen e tyre të redaksisë. Zakonisht bojmë anketa, çdo numër ka anketa. Anketave s'është sonda është. Çka ka me qenë sonda këtë numër? Këtë numër? Tema.
Dashuria ka qenë tema e fundit. Dashuria? Ka shkruar dashuria për ju? E kem qeku, i kem... Për neve personalisht. Për neve. Dashuria është e njëjtë sikur se urrejtja, por nëse nuk je, nëse ke kujdes. Nëse s'ki kujdes, atëherë është sikur se urrejtja. Për dashuri... Më kalon përshtypje shumë që e thani. Për tjerë nuk di personalisht. Mu m'ka pëlqy për shembull thënia e Refrumit, që thot kur dy të panjohtur bashkohen dhe lejojnë që muri mes tyre thyet, atëherë edhe ruajnë integritetin e tyre, atëherë ata e ndjejnë se çka është dashuria. Ajo është dashuria. Dashuria është punë tjera, sa i përket damurisë. Bashkullit të ndaj famës, po ashtu edhe ndaj prindve, ndaj ka dashuri. Po nëse Daj vatorë, daj çfarë. Na e mundu me këtu çka mendojnë tritë e Kosovës, një 12 pyetje i kemë bani son, diku 150 veta ka qenë, apo 100. I kem pyet shkollës, në rrethin e shkollës, çka mendojnë, a janë dashurum, çka mendojnë për dashuri, që kjo a besoni në dashurinë në shikim të parë. Çka mendoni për këto tema të mëdha shqiptarizma, Kosovë? Për këto a janë prezente në gazetë? Jo, na jemi mundu me shku. Jemi mundu me shku ma ka ajo mos me qenë politizum, se pasi që në çdo gazetë është politika, ashtu ka tepër politik, nëse tash e kemi edhe situatën ku s'bën pa politik, po jemi mundu edhe pse ka qenë bash ashtu vështirë, jemi mundu që mos me pas politik, edhe pse çdo njeri në veti ka shumë politika ashtu, po jemi mundu me ik prej asaj, me qenë shumë original, ashtu mos me marr prej gazetave tjera që ka bujnë shumica gazetave, i kemi shpreh mendimet tona, krejt është trinve. Nuk thjesht kur e kap gazetën i ri, thjesht mos me menu kush me qenë relaksim ashtu kur të lexon gazetën tonë, mos me ngarku, se non stop çdo gazetë ka. Po jo, çka mendoni personalisht? Jo, unë kontar në gazetë. Jo. Se kështu personalisht jemi krenar, se jemi shqiptar, edhe për çata edhe pse nuk kemi shkruajtur për politikë, na edhe nuk kemi mundu mi identitetit tonë dhe situatës tonë ose veç kushteve ku jetojnë. Edhe me a Gjermanin që kom kontaktu ma shumë, a i ka qenë ma i vjetër, ishte në gazetari i gazetës në Hamburg, kjo Die Zeit që është, a i thjesht u fascinu me gazetën tonë. Jo tha, pa marrë parasysh tha në këto kushte që ju tha mu shumë po gëzohem tha me faktin që ju po mundoheni tha mu knaq edhe në këto kushte që i kemi këto, edhe shumë i ka pëlqy, edhe na ka thonë që ka më na ndihmu, sa të munet deri në maksimum. Kështu që po shpresoj me presim ndihmë. Ai kom shkrujt, tash po pres me na kthy përgjigjen çka mundet të na ndihmë. Unë kalon përshtypje ku ka qenë një gazetare Filipi, apo franceze? Filipi. Edhe ka pyet nxënësën me ka pa kushtet tona të mësimit dhe ka pyet nxënësën ka thonë ai të lumtuna, nxënësët tona kanë thonë gjithmonë po. A në pyetje që ju ka bo jashtë, ka pas raste ku kanë thonë jo, megjithatë i kanë pas kushte shumë të mira se tona. Hajde në temë tjetër, intervistat intervistën ekskluzive për Phoenix, që ka bërë një Zerani me Ismail Kadarin. Bravo. Stash mu ai ka qenë në Frankfurt ku ka qenë Ismail Kadarin, që ka thënë. Hajde Mine, bravo. Super bun. Ka qenë shtëpia e literaturës, pak në thjesë më musafir, se për më shumë përdeshin Zerani. Krete dojmë. Ka qenë për më shumë modest, shumë ka pëlqy, edhe shumë shpejt më nëjvi që i tregova që është gazeta e shkollës, e gjimnazit. Pyeti njerë se pat kjo është sa e Kosovës, tash jo Prishtinës bashkë. Edhe mas nej, kurë, me njerë për me s'ka qenë shpe gjatë për, veç shumë ka pati kretë, po a i ka pas përgjirë, që është kuptim plota dhe shkurta, so që s'ka pas nevoj ma shumë. Sidomos më kalon përshtypje kur e ka cek që Nana Terez është shqiptare, edhe as gati kërkush nuk e ka ditë ato. Prej Gjermanve që i kenë, se edhe shumë i kisha kritiku shqiptar, që për leca që mila përpojnë koncerte alamet në dhaja, e
Aty barëm si lexues nuk ka marrë pjesë, kërkush. Çfarë pyetje ke po kështu pak më Nëse e shumë. Çka mendon më shumë për trit në Kosovë? Ani që Çka tha? Inkuadrumas paj e cekë se rinia Kosovës është faktikisht Kosova që s'ka rini, s'ka Kosovë as pak. Qaj në qasi stili diçka. Dhe që edhe përmënej shumë ka këshilu si se në fund e kom lyp një porosi për tri. Edhe tha që nas do të meni vetën si diçka që jemi ma pak në Ballkan, se jemi të fortë, kemi kulturë të vjetër, veç ato do të mi përvetësu, edhe s'do të më leps, mu infektu faktikisht për një mendimit të pesimist E uruam edhe ne Eminën si dhe mbar redaksin dhe u uruam shumë sukses.